Problemi është shumë serioz, pyetja është thelbi i të gjitha problemeve që i ka Kosova. Ky parlament ndërtohet me një dhunim të drejtë për drejtë të modelit të demokracisë. Partitë politike në përzgjedhjen e kandidatëve të tyre nuk zgjedhin tribun popullor, nuk zgjedhin figura të instruktuara politikisht, nuk zgjedhin shkencëtarë të politikës dhe nuk zgjedhin njerëz të përgjegjshëm. Por i fusin në lista zakonisht njerëzit që ata mendojnë që do të jenë të dëgjueshëm ndaj liderit. Dhe pa marrë parasysh se çfarë interesi ka Kosova, çfarë interesi shtetëror paraqitet, ata i bindën liderëve të tyre. Në këtë kuptim, këtë e mundson deri dikon edhe kushtetuta jonë, për të cilën unë avokoj dhe do duhet ta ngrit një zërin që të ndryshojë. Këta njerëz të cilët lideri ose bordi i partisë po e përmend si term sepse partitë shqiptare e kanë humbur legitimitetin dhe detyrën e tyre kryesore dhe janë shndruar më tepër në firma private. Firma private ku disa shok ose disa njerëz të liderit, zakonisht familjarë rreth i tyre, janë edhe kryesia e partisë. Dhe në këtë kuptim ata vetëm riciklohen, humbin, kandidan për kryetar komune, i humb zgjedhjet, kandidan për deputet, pastaj shkon në një ndërmarrje publike, domethënë riciklohen disa njerëz brenda këtyre partive dhe rrjedhimisht partitë në Kosovë më tepër ngjajnë me firma private të interesave ekonomike sesa me parti politike. Për këtë arsye, kur shfaqen detyrat për t'u përgjigjur atë këta njerëz të cilët janë të përzgjedhur nga dikush për të futur në ato lista, i bindën atij që i ka përzgjedhur dhe jo popullit të cilin pastaj i është dhënë që të votohet. Pra populli i Kosovës voton njerëz të përzgjedhur që liderët i përzgjedhin vetë. Dhe ata janë të atill që i bindën liderit në çdo situatë, ndërkohë që nuk i bindën interesit kombëtar të shtetit. Nuk i bindën, si themi, për të kaluar gjëra me rëndësi, më thonë i bindën i natit të liderit të tyre, i bindën kokëforcisë së grupit i cili i ka dërguar deri në parlament, dhe për këtë arsye, më thonë, unë mendoj dhe vazhdoj ta them që ky parlament me këtë lloj matrice ose me këtë lloj mënyre të kalimit të deputetëve në postë, domethënë ngritjes së tyre në postin e deputetëve, është jashtëzakonisht i dobët dhe këtu lind ajo pyetja kryesore, mendoj unë, pyetja kryesore e gjithë kësaj është, po edhe nëse ndërtohet një qeveri, edhe e koalicionit, me cilën do parti, çfarë qeverie do të ndërtohej? Kjo është pyetja kryesore, do të thonë kur i kemi këta njerëz që i shohin parlament, që në çaste kritike, ku krejt bota po armatosën, kur shtete si Gjermania diskutojnë për ta kthyer shërbimin ushtarak të detyrueshëm, Kroacia vetëm e kaloi. Do të thonë, po kanë frikë shtetet e fuqishme nga gjeopolitika, ndërkohë që ne flamxhum